Përshëndetje për krejt juve shikues dashur, mirë se po takohemi edhe në një material tjetër për juve. Sot jemi tek një agroturizëm krejt tjetër. Jemi tek hylli i dritës, agroturizëm dhe do e shohim se çfarë kanë planifikuar të na tregojnë nga ushqimi, por gjithashtu do e dëgjojmë edhe historinë e mrekullueshme të këtij vendi, si është krijuar dhe çfarë aktivitete ka në këtë vend. Qëndroni me ne deri në fund të kësaj interviste, këtij materiali dhe rikthehemi vetëm pas pak. Së dashur, si që të regova pak më herët, jemi tek hylli i dritës e ne do e bëjmë një intervist bashkë me pronarin e këtij agroturizmi, me Preç Ndoj, i cili do na tregojë më shumë rreth fillimit dhe rreth idesë se si ka lind ideja që të krijojë një agroturizëm kaq të veçantë. Mirë se ju gjetëm, është kënaqësi shumë e madhe që jemi këtu. Mirë se ju pruni Zoti. Faleminderit troje. Jam shumë i lumtur. Kam pas shumë televizion dhe shumë vizitor të medjave, cilët i falenderoj edhe nëpërmjet jush, por sot po ndjej një emocion tepër të veçantë. Arsyeja është sepse është Klan Kosova që sot kalon pa kufi dhe vjen në Shqipëri. Është kënaqësi shumë e madhe që jemi këtu, ndoshta zotri Ndreq më na tregu pak për vendin, për fillimin e agroturizmit, si ka lind ideja që të bëni këtë vend kaq të mirë? Të them të drejten, unë si gjithë shqiptarët ose si gjithë bota, unë migrova, nuk emigrova. Jashtë Shqipërie, migrova, lëviza nga fshati këtu dhe u vendosa në qytet në Lezhë. Punuam, ngritem një biznes atje, por ideja për mos t'ja kthy shtëpinë në vend lindjes ishte që këtu me arë me investu. Dhe, falë Zotit dhe mbështetjes familjes, këtu bashkum gjitha forcat, gjitha mundësit, me që token na e lanë të parët dhe investu me këtë vend kaq të bukur dhe kaq të mrekullueshëm. Po, pse agroturizëm? A mundesh me na tregu? Agroturizëm ka një kuptim, sepse është pothuajse një cikël i mbyllur. Fillon tek prodhimi, tek përpunimi, deri tek tregtimi. Pra, ne kemi edhe tokat mbjella, kemi edhe pemtarit e mbjella, kemi edhe tufa me dhi, sidomos, kemi dera, kemi pula, kemi rosa, kemi shumë gjëra që ne i kultivojmë. Cilat i keni përreth, nuk i keni me një vend, dhe i kultivojmë. Kemi bamana për shembull, kemi ulli, kemi ullishtën këtu që i pothuajse i plotësojmë të gjitha nevojat tona për gjithë vitin me ulli, që i servirin pjatë, dhe me vaj ulliri, që është një cilësi shumë të lartë. Po çka e bën kaq të veçantë këtë vend, agroturizmin hylli i dritës? Po të drejten ka një relief të shkëlqyer. Është vend i bekuar. Në Troshan ka shumë them sheku që ka qenë kolegji i Troshanit, njihet historikisht. Këtu nuk kanë studiu vetëm priftëri, po kanë studiu dhe historian, muzikant, teolog, edhe pra ka qenë një shkollë, sot ta krahasosh me universitet. Po, e të kthehemi tek emri. Pse zgjodhet këtë emër? Të them të drejten, kjo është edhe më shumë edhe një koincidencë, sepse hylli i dritës që del mëngjes para diellit, që fillon e zbardh drita, që i themi ne, del mu këtu në këtë qafën e malit këtu. Po. Dhe unë po më takonte një ditë duke lëviz për në Shkodër, dhe kur e kthej kokën të nej, kur shoh yllin, dhe më thanë, o ylli i dritës, se ylli i thëshim atëherë. Edhe në moment më ngulit që unë
këtij vendi do t'ja vendos emrin Hylli i Dritës, sepse kisha shumë shokë mi që jo kisha kërkuar një sugjerim të tillë, edhe dikush thotë jo balkoni Zadrimes, jo kështu, jo ashtu, nuk po më gjiste emri, kur dhe pash se më ngjiti shumë bukur dhe shumë shpejt Hylli i Dritës dhe pa rrezik zgjova një shok nga gjumi, ishte sapo zbardë drita dhe në verë zbardë drita shumë shpejt. Edhe i them kështu, çka ka ndodhur? E kam emrin, e gjeta emrin. E gjeta emrin, tha, pas pritet tha me dal dielli, thash deshta me nda me diken. Edhe ja tregova, dhe ajo mrekullu, e po e gëzofsh tha me që ashtu edhe me të vërtet. Edhe mirë, po me historianë, me letrar, në Gegrishtin e vjetër, në Shqipin e vjetër është Hylli. Hylli i Dritës, ndërsa Hylli ka qenë partizan, Hylli i diktaturës. Po, ndoshta me na tregu pak edhe për ushqimin. A janë të gjitha produktet lokale që i servoni ju këtë rrezë dhe gjithashtu të cilat përgatiten recetat? Këtu është gjithçka vendase. Dhe gjithçka i përgjigjet stinës. Pra nuk ke një menu e cila është gjithë? Jo. Ne për shembull domaten e kuqe dhe kastravetes, s'kemi pse servirin dimër. Ata servirin turshi, të përgatitur pastaj. Ndërsa tu gjen gjatë gjithë kohës gjen produktet e stinës. Plus mishi që është, mishi nuk ka stinë, mishi është 12 muaj. Dhe këte kemi bërë zgjidhje sepse kemi, plus që kemi tufat tona, baktit tona, por jemi të lidhur edhe me fshatarë, me fshatin këtu, për me zonën për rreth, të cilët janë shumë punëtorë dhe i përgëzoj dhe shumë korrekt. Ne për shembull kemi një vresht aty, e mbajmë më shumë për model, për t'ju thënë hajdeni këtu, ja si trajtohet, ja si bëhet. Kush e bën kështu, produkti e ka shitur këtu. Kush se bën kështu, gjeje tregun ku doje, sepse këtu nuk pranohet hile, si me thënë që ta quajmë shqip. Hile, këtu ka gjithçka është e pastër, gjithçka është vendase, dhe kjo është bukuria. Kemi boll, s'kemi nevojë me vjedh dikun në kuptimin filozofik të fjalës, me marrë gjana me tuazume. Pra jemi të ngopur me gjithçka, duke filluar te kulinaria, te kultura, te një mikpritje, ku të parë tanë kanë qenë pa buk dhe kanë prit. Dhe këte tregoj dhe lufta e Kosovës, edhe lufta e Kosovës e tregoj këte, sepse Shqipëria, mbasi kishte dalë nga 97-a që ishte e shkërmoqur vetë, punte për bukë dhe për gjithçka, u abdera dhe atë bukë pak që kishte me ndamë me vëllezërit tonë, kosovarë dhe u bë gjithçka mirë. E cila është receta që kërkohet më shumë ti këtu? Tregona për një specialitet që e keni në vetë të drejten, këtu mishi është ai që është i bën Mbreti i pjatës, pavarësisht se vjen në fund. Ndërsa pjesa tjetër është, siç ju thash, është me stinë. Pra, ndimër është turshia, në verë janë produktet e freskta dhe që janë të kohës. Këtu përpunojmë shumë artikuj. Kemi shumë artikuj që kemi edhe jufken me tartuf, përshko se ti mali jonë këtu 4 tartuf. 4 tartuf edhe pak e njohin. Pak e dinë se ku është, faktikisht nuk të regojnë. A e dini ju së tregoni, a? Patjetër, jemi 2. Sekret. Jemi 2 ose 3 që jemi këtu në këtë zonë që e dim se ku është. Nëse tjerë. Si e bëni ju mbledhjen e tartufit? E mbledhim me shumë, natyral. Bëjmë mbledhjen, bëjmë tharjen edhe e përgatisim. Ka një shije super të veçantë. E këllushme. Shumë. Po, të flasim pak edhe për turistët. A ka turistë ndryshëm që vinë dhe vizitojnë këtë agroturizëm? Të them të drejtën nga gjithë bota. Edhe nga Norvegjia largët, Filipinet, nga Amerika po, nga Azia, nga Afrika, biles edhe dje kam pas, dhe kam edhe një foto me ca me ngjyrë, edhe u knaqa krejt kur unë bëna foto me ta, sepse i duhen njerëzit. Njerëzit janë njësoj në gjithë botën, dhe duhet ta duhem njeriu. Po si është reagimi juaj kur kuptoni që po vinë nga kaq vende të ndryshme dhe po e vizitojnë këtë agroturizëm? Unë ndjej kënaqësi,
ndjek kënaqësi dhe jam shumë i lumtur. Dhe i falenderoj dhe i pres me shpirt ku i thonë. E pse mendon që është një arsye që vinë këtu dhe dëshirojnë me pak këtë vende me shiju e ushqimin? Besoj se ju pëlqet, se një herë mund të shkosh kudo, po kur vjen për shdyti ka diçka aty. Them, kështu e konceptoj unë. Kur vjen herën e dytë, pra ka diçka aty që duhet me vizitu përsëri, sepse plus kemi edhe dhomat që akomodojmë, çmimet janë të arsyeshme, si në pjata, si në fjetje, si në shërbim. Sa dhoma ka gjithsej? Kemi 6 dhoma gjithsej. 6 dhoma. Mundohemi të shërbim. Që mund të rezervojnë edhe nga rritët sociale dhe të Absolutisht, po, kemi tani edhe në gusht, po thuj se gushtin e kam të zanë. Po, aktivitetet tjera, përveç që mund të vinë, të shijojnë ushqimin, gjithashtu edhe të qëndrojnë një natë këtu, çfarë mund të bëjnë tjetër të gjithë turistët që vinë tek Hylli i Dritës? Këtu kemi dhe hiking, mund të bëhet, ecje në mal, ka shtigje sa dush, janë gjysë të eksploruara, ka pastaj këtu kemi shumë kisha që na rrethojnë. Është kisha e Eufemis në Kallmet që ka një histori shumë të veçantë dhe një mrekulli. Biles nëse ju keni mundësi, mund ta vizitojmë edhe sot. Ju dërgoj unë atje me makinën time dhe shkojmë e shohim dhe e shohim praktikisht ç'a bëjmë me turistat. Pastaj kemi një poqeri nga këto punimet me baltë, që bëhet është në Krajen. Kemi prodhojmë sapunerin, që prodhohet sapunin e blinisht, edhe ajo shumë e bukur. Kemi Puna në fermë? Të zgjahin, po edhe punën në fermë, kush ka dëshirë që është i apasionuar, po patjetër, edhe të ferma, vjet, me kënaqësi mund të provohet edhe qumshi e dhallti atje sheto. Kemi ka shumë për ta. Merr në një ditë nuk mund t'i kërkosh gjitha këto, me thënë drejt. Duhet të qëndrosh pak më gjatë, 2-3 ditë ndoshta të mjaftojnë. Po. Po për fund të kësaj interviste, si i fton të gjithë ata shikues të emisionit Pasion e Profesion që të vinë, të qëndrojnë këtu, të shijojnë ushqimin, por gjithashtu edhe këtë pamje shumë të bukur, por edhe aktivitetet e tjera të cilat na tregove tash. Unë para se t'ju bëj thirrje turistave që vinë ose pushuesve që vinë, u bëj thirrje gjithë shqiptarëve të kthehen, të investojnë në vendet e tyre. Shqipëria dhe Kosova dhe gjithë trojet shqiptare janë të shkëlqyera. Kanë 1001 mundësi. Prandaj këto mundësi që ne ka dhënë Zoti, le t'i shfrytëzojmë për të mirën tonë. Tani ka ardhur koha që shqiptarët mos të shkojnë më të kërkojnë lekun, duke kaluar nëpër skafe, nëpër male, nëpër ashtu. Por leku t'na vije këtu. T'ju shërbejmë atyre njerëzve se me të vërtetë të gjithë që kanë ardhur këtu ikin me mbresat aq të mira sa që nuk mund të imagjinosh. Nga gjitha, nga freskia produkteve, nga përgatitja produkteve, nga mikpritja dhe nga ambienti. Se ju po shikoni vetë, sepse këtu të rish gjithë ditën, nuk ka shumë. Nëse do flesh në hotel, e ke llogarit më zgjur në orën 8 të mëngjesit, do ngrihesh në orën 10, dhe nuk të del gjumi. Nga e ripastër. Nga qetësia, nga e ripastër, nga shumë gjëra që të rrethojnë. Ju bëj thirrje që ta vizitojnë këtë vend, ta shohin, edhe nëse nuk dalin të vërteta këto që them, na shohin kur t'ikin, edhe nuk e besoj. I themi faleminderit. Nuk e besoj. Faleminderit shumë edhe një herë dhe ishte shumë kënaqësi e madhe që ishim sot këtu. Faleminderit juve dhe ju uroj shumë sukses e punë të mbarë dhe faleminderit që erdhët dhe më gjetët këtu në Trojet e mia. Faleminderit shumë edhe një herë.
Shikues të dashur, pas kësaj eksperiencë të mrekullueshme këtu tek hylli i dritës agroturizëm, mund të them se ky vend nuk është thjesht një agroturizëm, ky vend është një kthim tek tradita, natyra, edhe tek shija autentike. Për të gjithë ju që dëshironi të shijoni një vikend të këndshëm, jani tek hylli i dritës agroturizëm.